Teatri i TV Klan është ndëruar në një arenë spektakolare të këngës popullore e qytetare. Rikthimi i këngëve të shekullit në edicionin e tretë ka shënuar kështu jehonën dhe suksesin e natës së parë. Shumë spektatorë mbushën sallën me duar trokitje, por spektakli shënoi audiencë rekord gjatë 2 orëve të transmetimit live në ekranin e TV Klan. Nga këngëtarët më të mirë të skenës u bën pjesë e këtij super spektakli. Vëllezrit Endri dhe Stefi, Irini Qiriako, Rosela Gjulbeku apo Frederik Ndoci rizgjuan disa nga këngët më të bukura të muzikës së vërtetë shqiptare. Ishin Bujar Qamili e Randa Libohova që ngritën publikun në këmbë. Sinqerisht më vjen mirë, edhe ju e pat vetë që me të vërtetë ishte një sukses. Ishte qyshem edhe unë jam shumë i gëzuar, kuptohet jam i gëzuar për shumë arsye. E para që përfaqësoj këngën popullore shkodrane dhe e kam për nder ta prezantoj sepse është me të vërtetë një këngë që e dëshirojnë dhe e dojnë të gjithë. Publiku jonë me të vërtetë është një publik shumë i mrekulluar. Shqiptarët e kanë në gjak këngën popullore, e duan dhe ky ishte një eveniment që me të vërtetë na bëri të gjithëve ne mirë, besoj që edhe publikut që zbritëm atje te populli. Isha shumë e bindur që jo vetëm risjedhja e këngëve popullore do ishte një sukses, por çdo program që vëllezrit Laço dhe Adi Hila janë suksesshëm, kështu që isha shumë e sigurt dhe me këtë siguri thash pse jo, do vi patjetër me shumë kënaqësi. Kjo sa nuk ka nevojë për atmosferë sepse më duket e ka të injektuar atmosferën. Kena një shans si këngë popullore është vetë e bukur, s'ke nevojë me bë gjati. Thjesht me debutuar. Një duet sa emocionues, aq edhe i pazakont mes Eranda Libohovës dhe zërit të Fitnete Rexhës, ishte një nga momentet më të bukura të kësaj mbrëmjeje. Si ndjesh? Po, me emocione, shumë bukur. Si mos pranosh, të këndosh festarin e muzikës popullore, të këndosh perlat e tyre, perlat e këngëtarëve tanë, ka gjë më të bukur. Por surpriza erdhi në fund, kur pas gati 20 vitesh, në skenë u shfaq këngëtarja Merita Halili. Më mungoj publiku i Tiranës shumë, i gjithë Shqipërisë. Një eksperiencë që i rikthehesh pas shumë vitesh, si u ndjeve në këtë skenë? Me një emocion të jashtëzakonshëm. Ky popull më bëri mua këngëtare, ky më ka duar trokitur mua që kur kam qenë 5 vjeç. Kur më thanë që do bëhet me këngë popullore autoktone për të sjellë kulturën e vërtetë dhe këngët do këndohen siç janë kënduar më parë, kjo më tërhoqi më shumë. Elementet e spektaklit nuk munguan. Skenaristi dhe drejtuesi Pandi Laço u bashkuan në këngë me artistët. Këngët e shekullit arriti të realizonte edhe një rishfaqje në skenë të grupit Na bashkoi kënga popullore. Të pam jo vetëm prezantues, jo vetëm skenarist, po edhe pa këngëtar. Po tash duhet të bësh disa kompromise të vogla në një show të tillë, në një spektakël të tillë, edhe do këndosh. Pastaj janë këngët që ne i këndojmë nëpër festa, kështu që natyrisht do të këndoj. U munduam të sjellim traditë, u munduam të sjellim spektakël, u munduam të sjellim emocion tek publiku. Natyrisht është fryti një pune shumë të madhe, të jashtëzakonshme, mund të ketë pasur edhe ndonjë lajthitje të vogël, por gjithsesi unë siguroj që publiku do të përjetojë surprizat të tjera në javët e ardhshme. Të tjera hite të muzikës popullore qytetare dhe të tjera surpriza janë rezervuar nga promotorët e TV Klan në 11 të shtunat e ardhshme të këngëve të shekullit, për të sjellë në familjet e shqiptarëve perlat e muzikës shqiptare në një format origjinal.